Është përfunduar asfaltimi i rrugës Murat Baftiari në Tetov. Në lëshimin në përdorim të kësaj rruge, kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami tha se kjo ka qenë një kërkesë e kahmoçme e banorëve për shkak se rruga ka qenë në gjendje të mjerueshme. Kasami mëtej është shprehur se rruga e re asfaltuar Murat Baftiari në qarshinë e epërme është një rrugë që lehtëson qarkullimin rrugor dhe përmirëson dukshëm jetën e qytetarëve. Punimet rifilluan në muajin shkurt ku janë larguar bekatonat nga rruga dhe ka filluar vendosja e sistemit të rrjetit nëntoksor të kanalizimit atmosferik dhe më pas është bërë asfaltimi. Bëhet fjalë për segmentin e rrugës Murat Baftiari, këtu afër të lokacionit të njohur si Tregu i Grave. Bëhet fjalë për një investim të kompletuar me gjitha fazat që nënkupton kanalizimin atmosferik, rrjetin e ujësjellësit, asfaltimin e rrugës dhe trotuaret. Pra është një investim total prej dikon rreth 5 milion denar, me çka përfundimisht edhe këtë segment të rrugës Murat Baftiari e kompletojmë dhe rruga Murat Baftiari dhe lagja Qershise përfiton edhe një rrugë me gjitha nishanet dhe përfundimisht pra zgjidhet edhe problemi i rrugëve në pjesën e Qershisë epër. Ndryshe, edhe pse është një rrugë e shkurtër, megjithatë, përgjatë të njëjtës ka shumë biznese që operojnë dhe banorë që jetojnë për skaj saj. Ata që moti kanë kërkuar që e njëjta të përfundohet në kohë, për shkak se rruga tjetër që ndodhet afër, shpesh herë stërngarkohet nga komunikacioni dhe krijon kaos, sidomos gjatë ditës së enjte.